Mbledhjen e pardjeshme të jashtëzakonshme të Kuvendit Komunal të Ulqinit pas prishjes së koalicionit të deritashëm, këshilltarët zgjodhen udhëheqësinë e re të komunës. Kryetari i Forcës së Re Demokratike Nazif Cungu u zgjedh kryetari i komunës, kurse ish antar i degës së UDSH-s në anë të Malit, Milazime Mustafa, deri në fund të mandatit të kësaj përbërje të kuvendit, do ta ushtrojë detyrën e kryetarit të Kuvendit Komunal. Dalja nga koalicioni i 4 këshilltarëve të UDSH-s nga dega anës së Malit prishi koalicionin e deritashëm qeverisës dhe krijoi kushtet për formimin e një shumice të re në kuvendin e komunës së Ulqinit. Pasoi iniciativa formale për seancën e jashtëzakonshme ku me propozim vendimet u parapa hedhje në vot e shkarkimit të kryetarit të kuvendit, gjithsesi zgjedhja e atij të riut, si dhe zgjedhja e kryetarit të ri të komunës së Ulqinit. Këshilltarët e UDSH-s u shprehën të zgënjur nga ish kolegët e tyre anamalas. Mbas një akti të dhunshëm, i cili spaku quhet tradhti, shqiptarët i thojnë në gjuhën shqiptar o shqiptare, edhe shqiptare quhet premur në bes. Akti i cili ka vetëm një përgjigje, cilën me siguri antarët e Unionit Demokratik Shqiptarëve edhe do të pasojnë mas diskutimit tim. Zotnit në Rumun, e bani një shumicë me të cilën nuk ishtë shumica juj. Mos u krenoni me këtë shumicë. Tjeni të bindun pavarësisht pakënaqësisë tonë, pavarësisht idhënimit tonë, pavarësisht vrejtjeve tona të cilat i kemi për këtë akt, i cili njeriu normal, njeriu kulturum, njeriu i civilizum, nuk e përdoron atë fjalë edhe unë s'du me leju vendit me përdoru, para e ka veç një emër. Veç një emër i cilin qytetarët e din mirë cili është emër dhe ja la aty në ta cilësojnë se cili si mas ndërgjegjes vetë. Unioni Demokratik i Shqiptarëve, siç ka ditë dikur me qenë opozit, siç ka ditë me qenë pozit, Unioni Demokratik i Shqiptarëve ka me ditë me qenë edhe opozit. E keni ba këtë akt, e keni marrë këtë pushtet, tjeni të bindun, nuk kena me dhejtë ty nga mrapan e ty u këshyrë çka keni vesh, e çka pahani, për me siguri kena me u këshyrë çka punoni, çka do që kena me punu, kena me vrejt, kena me qenë një opozit progresive, një opozit konstruktive. Nga ana tjetër, këshilltarët e degës së anës së Malit këtë ndryshim të qëndrimit të vet e arsyetojnë me neglizhimin e vazhdueshëm të kërkesave të tyre nga ana e kryesisë së UDSH-s. Por janë shumë arsye, ne kemi tentuar që mos të vi deri te një kjo plasaritë që ka ndodhur. Kemi tentuar shumë muaj përpara, sidomos kryetari i degës Zotrin Fatmir Gjeka dhe sekretari i partisë, tani domethënë sekretari general Zotni Erdi Sulemani, që të bëj tentime që mos të vi deri te kjo përçamje. Përçamja ka vetëm si rezultat i mos plotësimit të disa kërkesave legjitime tonat. Vetëm nga kjo kemi ardhur deri te shkapërderdhja e Unionit, domethënë gjithë dega e anës Malit, krejt kryesia unanime ka dhënë tërheqje nga partia e Unionit, tashme jemi ish antar të Unionit Demokratik të Shqiptarëve. Si pikë e parë e rendit të ditës u vendos konstatimi i dorëheqjes së parevokueshme të kryetarit të deritashëm të kuvendit Luiz Shkrelës, që realitetin e ri në kuvend e kupton edhe pse sipas tij nuk ka pas arsye konkrete për shkarkimin e tij. Do të thotë problemi nuk ka qenë te unë, problemi ka qenë te propozuesit të iniciativës, cilët në mënyrë jo korekte kanë vënë pikën e rendit ditës, e cila nuk ka pas as bazë në statut, as në rregullore, as nuk ka qenë arsyeshme ka ana njerëzisë. Për arsye sepse shkarkimi i kryetarit të parlamentit është taksativisht i numëruar për shkaqe për cila shkarkohet. Kështu që unë ju kam lënë hapësirë atyre që ta kuptojnë, dhe në të vërtetë të vinë dieni që qyteti i Ulqinit, komuna e Ulqinit, nuk ka nevojë për tensione, nuk ka nevojë për elektricitet të panevojshëm, por ka nevojë për marrëveshje dhe bashkëpunim. Kur e kam pa që ata nuk janë gatshëm për atë punë, mëram kam bën bisedime me ta dhe kam fol, dhe ju kam bën ata çka unë jam kanë i bindur që ditën e parë që kemi humbur shumicën se do ta bëjmë. Absolutisht si njërë i moralshëm, e çmoj vetin me përgjegjësi të njerëzishme, kam çmuar që edhe me papas shumicën e cila ka mujt të testohet tu,
për s'ka dash mua nëse ne kemi humbur shumicën nuk më lëpet posti i kryetarit të parlamentit kur shumica ime parlamentare del nga pushteti dhe normalisht ajo takon tjetër kuj. Si do ta vazhdoj Partia Demokratike e Socialistëve veprimtarinë e saj këtu? Partia Demokratike e Socialistëve do të vazhdoj veprimin e vet ashtu siç e ka vazhduar 16 vjet përpara në komunën Ulqinit, opozitë shnosht, korekte, konkrete dhe opozitë e cila me të vërtet ka me pas se çka me fol për shumë shkaqe. Kur gjë tjetër nuk keme marrë si pikësynim, keme marrë parasysh ata çka Forca Re Demokratike ka kritikuar pushtetin në atëherë aktual dhe ne do të kërkojmë, do t'ju bashkangjitim të gjitha iniciativat të Forca Re Demokratike që ata të shkojnë deri në fund me ata iniciativa që i kanë nisur deri tani. Normalisht nuk ikum prej bashkëpunimit, jemi të gatshëm të bashkëpunojmë në çdo segment të jetës dhe veprimtarisë shoqërore politike në interes përgjithshëm për çdo qytetar të komunës Ulqinit, pa marrë parasysh se cili subjekt i përket. Nazif Cungu u zgjodh kryetar i komunës së Ulqinit, kurse Milazim Mustafa, kryetar i kuvendit, me vota të 11 këshilltarëve të Forcës, 4 të degës së anës së Malit, 2 të Partisë Socialdemokrate, 1 televizjes qytetare Perspektiva, 1 të PPD-s, 1 të SNP-s dhe 1 të Demokracisë së Re Serbe. Pasi mori fjalën, kryetari premtoi reforma të reja dhe punë të zellshme në drejtim të përmirësimit të kualitetit të jetës në Ulqin. Të nderuar këshilltar, të nderuar qytetar të komunës së Ulqinit. Sot në komunën e Ulqinit ka ndodhur një ndryshim i madh në qeverisjen lokale. Koalicioni i ri Kuvendit Komunal më ka besuar mua udhëheqjen e komunës së Ulqinit duke shënuar një kthesë të madhe në jetën politike të komunës sonë. Unë kam derë dhe kënaqësi që të marrë përsipër sot këtë përgjegjësi të lartë politike. Nderi që më është dhënë më obligon për të punuar në përmbushje interesave të qytetarëve të komunës dhe për të ndërtuar së bashku me ju një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë. Unë do t'ju angazhohem që të çoj përpara proceset progresive për zhvillimin e shoqërisë sonë. Procese këto që do të sigurojnë stabilitet dhe zhvillim social, ekonomik dhe demokratik. Gjithashtu, unë do të qeverisë komunën Ulqinin me anë një ekipi profesional dhe me përvojë cili do të punojë me integritet dhe përkushtim. Qeverisja e Ulqinit do të jetë vizionare dhe do të ketë për qëllim që të sigurojë një ardhmëri sa më të mirë për mbar qytetarët duke nisur një model të ri politik. Ky model politik do të mbështetet në ide largpamëse për mbajtje cilësore të mbështetur në studime shkencore, strategji me plane veprimi, projekte konkrete të përpunuara mirë dhe me përvoja dhe arritje më të mira të Europës perëndimore. Në punën time sekretari komunës, unë do të përpiqem të zgjidh ato çështje e shqetësime që më kanë shtyrë të hyj në politikë e më kanë dhënë besim e fuqi për të bërë luftën politike, sidomos në këto 5 vitet e fundit. Unë do të përpiqem që të përmirësoj qeverisjen komunale duke depolitizuar e profesionalizuar administratën e duke rritur efikasitetin e administratimit në mjete materiale e burime njerëzore të komunës. Do të përdor gjithë autoritetin e kryetarit të komunës për të rritur ingerencët e pushtetit lokal, për të përmirësuar menaxhimin e pronës publike, për të marrë me çështjen e kthimit të pronëve, për të ndryshuar marrëdhëniet e komunës sonë me Moskva-Dobron, për të modernizuar infrastrukturën, për të ngritur nivelin e shërbimeve publike, për të mirëmbajtur trashëgiminë tonë kombëtare, për të pasuruar ambientin dhe për të bërë përgatitjet e duhura për sezonet e ardhshme turistike. Situata e rëndë ku gjendet komuna jonë, ndërmarrjet publike, ndërmarrjet e privatizuara që nuk funksionojnë dhe në mënyrë të veçantë gjendja në buxhetin komunal më bën shumë të vetëdijshëm për sfidat e mëdha që kemi përballë. Unë zgjedhjen e kësaj situate shoh padyshim në përmirësimin e qeverisjes komunale, në krijimin e kushteve të përshtatshme infrastrukturore që do të ndihmojnë në konsolidimin e afaristave aktual privat, në tërheqjen e investimeve të reja, ndërtimin e hoteleve të ri, në përmirësimin e turizmit të zhvilluar, në akomodimin privat, në forcimin e bujqësisë dhe blegtorisë në komunë, si dhe në ndërtimin e industrisë së lehtë
dhe zgjerimin e sektorit të shërbimeve. Këshilltarët tashmë në opozit premtuan punë konstruktive në kuvend dhe edhe pse treguan mos pajtimin me mënyrën e ardhjes në kryet e vetë qeverisjes lokale, i uruan Nazif Cungut postin e ri me dëshirë që t'i përmbush premtimet e dhëna qytetarëve të Ulqinit.